Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Si të përgatisim puding me vanilje. Na duhen 500 ml qumësht. Qumështin e ngrohim paraprakisht. Na duhen 3 kokra vezë. 1 gotë sheqer. Vezët dhe sheqerin i rrajmë së bashku. Shtojmë dhe pak ujë që të tretën më shpejt. Pasi kemi përzier vezët dhe sheqerin, shtojmë edhe 2 lugë të mëdha gjelle me një seshte. Vazhdojmë t'i përziejmë të gjitha së bashku dhe mbi të shtojmë qumështin e nxehtë, i shtojmë 1 bustinë vanilje. Pasi të gjitha së bashku janë tretur, i hedhim edhe një herë në tenxhere. Tenxheria vihet në zjarr dhe duke e përzierë vazhdimisht, lihet deri në valim. Trazojmë mirë që kremi të fillojë të trashet. Pasi të ketë përfunduar e gjitha dhe të jetë bërë kremoze, budingu është gati. Budingu ndahet nëpër tasa dhe spërkatet sipër me kanell. Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm.